Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Weekend Lovers. Sot në studio nuk jam me një, por jam me tre të ftuar. Do të flasim për një projekt shumë të bukur, shumë interesant, në një kohë ku bashkëpunimi dhe mirëkuptimi mes kulturave është i rëndësishëm dhe mund të themi më i rëndësishëm se kur. Ekzistojnë iniciativa që japin të rinjve mundësinë të shohin përtej kufive dhe të ndërtojnë edhe ura të reja komunikimi. Një prej tyre është programi Miraj, është një shkëmbim unik që lidh Ballkanin Perëndimor me Japoninë, duke ofruar të rinjve jo vetëm një përvojë udhëtimi, por një eksperiencë deri diku edhe transformuese për vetë ata në kuptimin e paqes, bashkëpunimit, por edhe zhvillimit personal. Për të na treguar më shumë mbi këtë program, mundësitë që ai ofron për të rinjtë e rajonit, sot kemi në studio Flutura Brakaj, që është përfaqësuese e Raiko, një organizatë që po luajë një rol të rëndësishëm në fuqizimin e të rinjve dhe ndërtimin e një të ardhmeje më bashkëpunuese mes tyre. Jemi me dy studentë që kanë qenë pjesë e këtij projekti, e këtij programi. Është Endi Saliko, është student finance, dhe gjithashtu Sabiana Seferi, mjeksi. Mirë se erdhët dhe faleminderit që gjetët kohën të jeni në studio sot. Do ta nis me Fluturën. Flutura, si ishte kjo eksperiencë dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, çfarë është në thelb programi Miraj? Si fillim përshëndetje dhe kënaqësi të jem sërish, po kësaj radhe shoqëruar me dy të rinj të mësueshëm, që përfaqësojnë më së miri pikërisht të punën që ne bëjmë, siç është edhe programi Miraj. Programi Miraj ti e përshkrove shumë mirë, është një mundësi shkëmbimi e vërtet transformuese që jepet të vit 13 të rinjve nga Ballkani Perëndimor, për ta parë Japoninë nga afër në të gjitha dimensionet e saj, si turistike, si historike, si nga ana ekonomike, si nga ana e të zbuluarit një realiteti që është shumë ndryshe nga ai me cilin ne jemi mësuar në Ballkanin Perëndimor, por njëkohësisht duke prekur nga afër edhe temat e ndërtimit të paqes, të dialogut, të përballjes me të kaluarën, po edhe me të parit të syve nga e ardhmja se si Japonia është një shembull, një lider sa i takon ndërtimit të paqes edhe të falurit, me fokus tek pjesa e Hiroshimës edhe shpërtimit bërthamor që atyre u ka ndodhur, po edhe qetësia dhe vlerat shumë të bukura që ata përfaqësojnë sot, edhe që me anë të këtij programi kanë dashur që edhe të rinj nga Ballkani Perëndimor të mund t'i prekin nga afër, por njëkohësisht edhe të kuptojnë më së miri këta të rinj edhe cilat janë vlerat që ne kemi në Ballkan edhe që pse jo mbase mund t'i shkëmbejmë edhe me Japoninë. Ky program ka filluar që prej vitit 2018, është viti i 5 që u zhvillua këtë vit në shkurt, një program 8 deri në 10 ditor, që vërtet siç e thash, të rinjt do jenë, Sabi sot edhe Endi do ndajnë shumë më tepër momente kyçe, çfarë i ka pëlqyer atyre dhe çfarë bën atë vërtet ndryshe nga programet e tjera. Por doja të dija pak më shumë. Raiko ofron programe të tilla shkëmbimi eksperjencash me vende të ndryshme të botës, mund na përmendësh disa prej tyre dhe është hera e parë kjo që ishte ky bashkëpunim me Japoninë si vend? Raiko në fakt ofron mundësi për të rinjt sa i takon shkëmbimeve rinore të cilat ndodhin gjithmonë në Ballkanin Perëndimor. Shkëmbimet janë midis të rinjve që përzihen le të themi nga organizata e shoqërisë civile, kemi shkëmbime shumë të bukura shkollë më shkollë, gjithashtu një mundësi shumë e bukur që nxënësit të një moshe që prej moshës para 14 vjeç shohin një realitet tjetër të Ballkanit Perëndimor, kemi shkëmbime mes artistëve të ndryshëm, të cilët gjithashtu e kuptojnë pjesën e rajonit edhe paqes nëpërmjet artit, kulturës dhe botkuptimit të veçantë që ata kanë. Ndërkohë kemi të programe të tjera që lidhen me sipërmarrjen sociale, me shkëmbimin e mësuesve gjithashtu dhe shumë target grupeve që punojnë me të rinjt. Ndërkohë që Miraj është më i veçantë sepse është i vetmi program që neve na kalon pa kufin të rajonit. Po, e vërtet. E shohim Japoninë me këto lentet, le të themi, të përvojës që të rinj ka në Ballkan, por siç e thashë më parë, është ofruar nga Ministria e Punëve të Jashtme në Japoni, si një mundësi edhe bashkëpunimi në nivel më makro, pra mes ekonomive të Japonisë dhe Ballkanit, por në veçanti për t'i ofruar këtyre të rinjve një hapësirë ku përvojën e tyre në Japoni ta marrin dhe mendoj
ta bëjnë më përkatëse pasaj në komunitetet ku ata aktivizohen, sepse do e kuptosh edhe vetë mendoj që janë të rinj që vërtet janë lidera, ne kemi quajtur ambasador të Ballkanit Perëndimor në Japoni, në mënyrën se si kemi përzgjedhur edhe në detaje që mendoj aktivizmi i tyre ka treguar edhe në atë çfarë ata përfaqësojnë në vazhdimsi. Sabiana, po e nisi me vajzën. Sabiana, ti je në çfarë viti? Jam në vitin e 6. Okay. Tashmë në vitin e fundit. Në vitin e fundit. Si re në kontakt me Raikon dhe me këto programe? Unë si studente mjekësisë jam e angazhuar në komunitetin e studentëve të shëndetësisë në përgjithësi, ku jam pjesë e një organizate, dhe pjesë e leadershipit gjithashtu të organizatës, po dhe angazhimeve të tjera që kanë të bëjnë me fuqizimin e rinisë edhe advokimin edhe gjithashtu edhe politikbërje. Dhe në të njëjtën kohë ne kemi si pjesë e organizatës, ne aty jemi njohur dhe kemi rënë në kontakt me Raikon. Pastaj un kam njohur dhe persona që kanë qenë më përpara pjesë e projektit Mirai dhe kanë qenë të përzgjedhur nga Shqipëria për të përfaqësuar në Japoni si pjesë e programit, kështu që kisha do të thënë kjo ishte kontakti i parë dhe më pas kam aplikuar edhe vetë për shkak se doja që ta shikoja se sa ndryshe është kjo bota e re më tanë. Po, e vërtet, po do të flasim në detaje për këtë. Endi, sa ndikim kanë këto përvoja, këto eksperienca si në jetën personale të secilit prej jush, ashtu edhe në sferën profesionale, dhe jeni gati për të hedhur në tregun e punës? Sigurisht kanë vërtet shumë impakt tek gjithë personat që marrin pjesë, pasi për shembull në rastin tim unë jam dikush në profesionin e financës. Një nga elementet më kryesore është dhe aspekti i ndërkombëtarizimit, pra të mësuarit me të punuar me kultura të ndryshme, gjë që kjo është dhe vetë misioni dhe ai le të themi vështrimi që Raiko ka ndaj bashkëpunimit midis rajonit. Dhe ky program specifikisht më dha mundësinë që të shifja perspektivat e ndryshme nga jo vetëm bashkëmoshatarët e mi të zonës së Ballkanit, por po ashtu dhe bashkëmoshatar të Japonisë. Gjitha këto së bashku arrin të ndërveprojnë shumë, jo vetëm në aspektin e vullnetarizmit dhe të qëndrimit social që bën duke kontribuar në aspekte të ndryshme, por po ashtu dhe në atë aspekt personal, siç janë shumë menaxhimi i projekteve ose angazhimeve të tjera, siç është njohja e personave dhe shumë. Okej, tani a mendoni se Japonia është një model shumë i mirë për të ndjekur nga të rinjt e Ballkanit Perëndimor në sajt të kësaj eksperience që ju kishit? Mendoj se po, sidomos në lidhje me tematikën e programit Peace Building, pra ndërtimin e paqes dhe pajtimit, sidomos për rajonin tonë, mendoj se kemi mjaftuar shumë për të mësuar nga historia e Japonisë dhe marrëdhëniet e saj diplomatike, edhe sidomos virtytin e faljes edhe mirënjohjes që ata si popull po dhe si shtet e kanë të integruar në ta. Dhe mendoj se për rajonin tonë është shumë relevante për momentin. Po, e vërtet. Për ta pasur. Ishte kjo arsyeja pse u zgjodh Hiroshima edhe Tokyo në këtë vizitë? Në këtë eksperiencë, Endi, mund na flasësh pak për Tokyon dhe Hiroshimën? Sigurisht, arsye kryesore pse u zgjodh Hiroshima ishte sepse për shkak të luftës së dytë botërore, dhe kjo ka qenë tematika e vizitës tonë, se si Japonia mbas luftës së dytë botërore u ri më këmbë dhe se si hyri në ato lloj faze në politikën ndërkombëtare si një shtet paqëbërës, sepse Hiroshima dhe Nagasaki kanë qenë dy qytete të cilat fatkeqësisht u sulmuan nga sulmet bërthamore gjatë luftës së dytë botërore, dhe ai qytet specifikisht është shumë i rëndësishëm pasi normale njihej si qyteti që nuk do kishte më të ardhmë, sepse çdo gjë u shfaros për shkak të kësaj lloji arme që ishte krijuar nga njerëzimi. Vetëm që mbas 10 vitesh të ri më këmbej, të duke një qytet akoma më shumë i avancuar dhe të ndriçonte. Ndërkohë në aspektin e Tokyos, ky program ishte i mundësuar dhe në bashkëpunim me Raikon dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, gjë që tregonte parimet dhe po ashtu praktikat në aspektin e politikave ndërkombëtare që Japonia zhvillon me shtetet e tjera. Pra për të faktit historik që ne mësonim dhe po ashtu se si Japonia arriti të themi kalonte ose të falte shtetet e tjera që kishin ndodhur gjatë luftës së dytë botërore. Ne po ashtu shikonim dhe një pamje ose qasje të kohës së tanishme se si Japonia i përqas këto lloj politikash.
Dhe prandaj janë zgjidhur këto dy qytete. Po, vërtet është janë vizita që e kompletojnë këtë mesazhin e paqes edhe pajtimit në një farë mënyre. Sabi, çfarë ju bëri më shumë përshtypje apo diçka që nuk e prisnit si në sjellje, si në mikpritje në vizitën tuaj në Tokyo? Mendoj se ndoshta të gjithë njerëzit mund ta themi që jemi ndjer shumë të përkujdesur dhe shumë të respektuar. Mendoj se në kulturën e tyre është e natyrshme dhe vjen e natyrshëm që të kujdesen për sidomos të ftuarit që mund të kenë. Dhe ne kemi ndjer këtë që nga momenti pa u nisur në fakt, që nga dhe që kur kemi zbritur në aeroport, kur na kanë pritur në aeroport, deri në momentin e kthimit në fund që na kanë shoqëruar deri në gate-in përfundimtar. Ka qenë vërtet një përkujdesje e veçantë për ne, po mendoj që është për të gjithë njerëzit. Edhe mendoj se e kanë si kulturë shumë të rëndësishme tregimin e respektit edhe kujdesin vërtet njerëzor për njëri tjetrin. Aisa mendoj edhe ditën e fundit ose ditët e fundit i shikoja të 13 të rinj që realisht kishin marrë nga vlerat e popullit japonez dhe ishim të gjithë në përkulje si të përulur, para, sepse kështu ta impononte kultura e tyre, por mendoj disa prej tyre disi edhe i mbartën në vetvete dhe në kthime dhe në punët ose në komunitetin ku ata janë. Mendoj që ta imponojnë për një formë shumë të bukur, që të qëndrojë gjatë mendoj në kujdes. Lutura, Endi dhe Sabi janë studentët nga Shqipëria që ishin pjesë e këtij grupi. Ti përmende që ishin 13 apo jo? Nga cilat vende të Ballkanit ishin studentët e tjerë pjesë e këtij grupi? Ishin nga Kosova, nga Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina. A kishte shumë interes aplikantë themi për të bërë pjesë e këtij programi? Dhe si u përzgjodhën, le të themi, 13. Këta e din çfarë kanë hequr për të përzgjedhur. Jo, realisht këtë vit kishim deri në 1200 aplikime, që ishte vërtet shumë i lartë edhe nga aplikimet programe të tjera, por edhe në interes nga i gjithë Ballkani Perëndimor. Aq sa ne 2 vitet e fundit madje kemi shtuar edhe pjesën e intervistave, pra përveç se kam plotësuar formën e aplikimit, ne kemi bërë intervista me të dy, ku edhe spikatën, sepse ti arrin të njohësh pak më tepër edhe motivacionin që ata kanë, edhe njohuritë dhe backgroundin që kanë, po edhe pak vlerat, sepse është vërtet një program mendoj me pak privilegj, ne vërtet përzgjedhim ata të rinj që sigurisht janë aktiv, por në një njëjtën kohë dim që të ndërtojnë një grup vërtet të mirë, me vlera dhe do bashkëpunojnë me njëri tjetrin në Japoni, edhe në një farë mënyre kur të kthehen përsëri në vendin e tyre. Një specifik që ka programi është që mund ta promovojnë përvojën e tyre në mënyrë që edhe të rinjt e tjerë të mësojnë nga kjo, siç është një nga mënyrat ne jemi sot këtu, edhe që ata të mundsin të ndajnë edhe pse jo në vitet në vazhdim ose në ciklin e vazhdim të rinj të tjerë të aplikojnë. Kështu. Si ndikojnë këto shkëmbime në afrimin e të rinjve edhe nga vende në fakt që kanë pasur histori të ndërlikuar mes tyre? Dhe ju e keni pasur pjesë të grupit apo jo? Patjetër, vetë Raiko këtë ka si mision, pra që t'i ofroj hapësirën platformën të rinjve që të mësuarit apo të çmësuarit ta provojnë lëkurën e tyre mes njëri tjetrit. Unë mendoj që momentet më thelbësore ku njeriu ndryshon mendsinë e tij ose arrin të fali, arrin të jetë më i butë, arrin të thyejë një tabu apo një barrierë të caktuar, është pikërisht kur përballet me dikë që flet për një narrativ ndryshe ose një nxjerr në pa një konflikt që mbase është disi i fshehur tek të rinjt, dhe thyen këtë pikërisht në këtë formën që të rinjt me njëri tjetër kanë këtë aftësinë shumë të bukur që të krijojnë mistira në forma shumë të natyrshme. Dhe sidomos unë kisha kënaqësinë vërtet që t'i shoqëroja në Japoni për ta parë transformimin e tyre në një kontinent komplet tjetër, dhe mendoj gjëja më e bukur që kam parë është empatia, emocionet e tyre, teksa prekeshin gjatë vizitave që ne bënim në memoriale të ndryshme për treguar se si ka qenë letimi një popull i caktuar, si e ka ndryshuar pjesa e konfliktit edhe dhunës në këtë rast, pra shpëtimet bërtamore, dhe se si ata sot palin edhe vetë amerikanët madje sjellin fëmijët e tyre për të parë pasoja që në rastin e tyre është shpërtimi bërtamor, janë pasojat e radioaktivitetit, në Ballkanin ton janë ende konfliktet dhe distancat aktuale që të rinj shohin. Por disi kur i shikoja teksa emociononin dhe lexonin historitë
edhe njerëzve që ende vuajnë pasoja dhe që janë në fund të ditës human, mendoj që shikoja të bëshin bashk si qenie njerëzore për të konfirmuar që ne nuk duhet të lejojmë që të ndodhin gjëra të tilla në vazhdimsi dhe që po të rinjtë kanë forcën për ta ndaluar këtë me pjesën edukuese që programi ka. Tani, Endi, më thuaj përveç mikpritjes dhe përkujdesjes që tha Sabi, që ishte diçka që ju bëri përshtypje, diçka tjetër, ndoshta në mënyrën e tjetuarit, në mënyrën e përditshmërisë së tyre, në mënyrën e veshjes, çfarë të ngeli në mendje nga kjo eksperiencë në Japoni? Kishte shumë. Normale kur viziton një vend që është nga ana tjetër e botës, po thoj se çdo gjë është ndryshe, duke filluar që nga stili veshjes që është shumë herë më i thjeshtë. Një nga kompanitë e njohura të stilit të rrobave është Uniqlo në Japoni dhe karakterizohej me ato lloj stili specifikisht, që nga mënyra të ushqyerit, supermarketet ishin dominante në mënyrat të ushqyerit, madje zakonisht japonezët nuk gatuanin në shtëpitë e tyre, por i blinin ushqimet në supermarkete. Okej. Deri në udhëtimin, shumica udhëtimeve bëheshin me metro ose me tramvaj, ndonjëherë dhe me autobus, por dominonte shumë metroja. Normalisht kemi plot histori komike ku mund të kemi humbur një ose dy herë. Dhe A ishin të gatshëm t'ju ndihmonin? po, Megjithëse ju keni qenë të, domethënë nën kujdesin e atyre që ju kanë pritur në fal programit, por njerëzit e thjeshtë, a ishin të gatshëm t'ju ndihmonin? Po, populli japonez ishte mos i gatshëm, edhe pse shumicën e rasteve nuk flisnin shumë rrjedhshëm anglisht. Pra ose prapë bënin të pamundurën që të shkonin nga pika A te pika B, por kishte vërtet shumë ndryshime, pra diçka që vura re ishte po ashtu dhe fakti që shumica e njerëzve mendonin për plana fatgjatë gjithmonë. Gjë që në Ballkan ne jemi çik më spontan, jemi çik më, le të themi, qak nxehtë dhe që Jemi last minute. Sigurisht. Çdo gjë ishte shumë e ngadalë, në mënyrë që çdo procedurë të ndiqej dhe kjo karakterizohej që nga, le të themi, organizimi vet këtij programi që ftonte njerëz nga ana tjetër e botës deri tek supermarketi që ti do bësh pagesën, por do ta vësh te kjo mbajtësja specifike që ne pastaj të japim kusturin te kjo mbajtëse poshtë specifike. Pra çdo gjë ndiqej nga procedura specifike. Okej. A reflektohej sepse tani rrjetet sociale bëjnë të tyren dhe për ata që nuk e kanë vizituar Japonin, merr një feeling nga gjithë ajo çfarë na shfaqet online. A është vërtet aq e vrullshme jeta dhe njerëzit në kryeqendrën e Japonisë në Tokyo? Ai kurqëzimi i famshëm me njerëz që vetëm vrapojnë me telefona në përduar dhe I kanë përjetuar ato video. Si ishte kjo Sabi? Shibuya quhet kryqëzimi më i madh në botë, ku mendohet se rreth mbi 3000 njerëz kalojnë në ditë aty dhe është goxha viral në rrjetet sociale. Po mendoj se është shumë ndryshe kur e viziton vetë. Se është ndryshe? Çfarë të jep? Çfarë ndjesie të jep? Tokyo është shumë i madh, është jashtëzakonisht i bukur, është jashtëzakonisht i zhvilluar, ka shumë pastërtia në Japoni është shumë, nuk ka kosha plerash askund, sepse duhet të mbash vetë. Po si ja bët ju njerëzve? Jo. Japonezët. Jo. Bën japonezë dhe këta ato ditë kthyen. Dhe është vërtet emocionuese, sidomos kur ke parë fotot ose videot edhe je tashmë atje, fal një programi të tillë, duket e jashtëzakonshme. Po në të njëjtën kohë është goxha ndryshe nga fotot. Për shembull, ai kryqëzimi mendon se gjithmonë thuhet që do të jetë shumë i madh, po nuk është aq i madh. Vërtet? Po njerëz ka shumë. Po njerëz ka shumë. Ngjitur është edhe memoriali e Hachikos, i filmit të famshëm për qenin e besnik, edhe është vërtet emocionuese që të jetë një hapësirë aq e vogël të ngjalli aq shumë emocione edhe për jetimin. Po, tani për ushqimin si ja bët? Si u përshtatët, çfarë ju pëlqeu më shumë? Mund na përmendni diçka që ju ngeli në mendje apo jo? Cili nga ju do ta marr përsipër këtë gjë? Endi ka provuar gjithë. Endi më thuaj. Mëngjes, drek dhe dark. Edhe brunch, edhe snacks, gjithë. Çfarë të pëlqeu më shumë dhe çfarë jo? Gjithë, le të themi, paleti shijes ishte komplet ndryshe, pra na u desh një ditë sa të na mësoj stomaku me ushqimet. Sushi ishte shumë dominant dhe shumë i lirë. Jemi mësuar këtu në Tiranë që
Na jemi mësuar me shumë gjëra. Na ikën çereku i rrogës me një darkë ose drek sushi. Ndërkohë që atje që deri te supermarketi ishte shumë cilësi e mirë dhe mund t'i merrje kollaj, shtolli ushqimi, arritëm që të provonim dhe kuzinën që ishte nëpër zona specifike. Pra, sado që ishim në Tokyo, kishte restorante specifike për zonat e tyre. Pra, që nga zona e Hiroshimës që kishin salcat e tyre specifike, ramenin, deri tek zona e vet Tokyo. Po, rameni është shumë i famshëm. Po, dhe kombinimet e ndryshme. Një nga kombinimet që pam në Hiroshima ishte që merrnin pitet që mund t'i shifnim zakonisht nëpër taco. Ramenin sipër dhe salcën e tyre që kombinonin sojen me barbecue, ishte vërtet shumë interesante. Unë mund të flas 1 orë, 2 orë, 3 orë për ushqime. Ja, mendoj që ajo që mua më bënte përshtypje, sepse unë i shikoja gjitha dinamikat e grupit, është që disa prej tyre realisht ishin me një orinë 100% sa i takon ushqimit. Disa të tjerë i kishe të pasionuar, le të themi pas fotografimit, videove virale, ose pak më spiritual, për shembull Hiroshima ka tempuj, edhe në Tokyo ka tempuj shumë bukur, po Hiroshima mbase është pak më i qetë, jeta pak më e ngadalt në një prej ishuve që ne vizituam. Disa të rinj të tjerë ishin pak më të fokusuar, për shembull të rinj nga Bosnia e Hercegovina, sa i takon historisë përse, sepse vinë vetë nga Bosnia që është shumë komplekse, shumë dinamike dhe vërtet e bërndësonin në gjithë përvojën e Japonisë mbase për ta marrë mbrapsht në aty ku ata punojnë ose angazhohen, por Endi po ka qenë një prej tyre që ushqimin e kishte primar, edhe koleksionimin e do na tregosh. Po, na tregon më shumë. Çfarë koleksionove? Një element të kyçet të Japonisë që shumica e rinisë ballkanes janë rritur, janë dhe vetë ato filmat animuar ose vizatimor. Po. Dhe normale kur të jepet mundësia që të jesh MMD-u i atyre filmave vizatimor, normale do marrësh dhe produkte të koleksionat e figurinave të serialeve të preferuara. Kështu që një pjesë e madhe parave ikën për ushqim dhe për këto figurina dy. Për koleksione. Shopping bët? Shumë. Okej. Dyqanet ose qendrat tregtare ishin jashtëzakonisht të mëdha, ofronin shumë produkte. Mendoj se janë shoqëri shumë konsumatore, po. Me shumë ngjyra, me shumë reklama, shumë muzikë. Ishte vërtet tërheqëse kur futesha aty, kështu që domosdoshmë do harxhoja shumë lek. Mendoj se unë më shumë jam fokusuar që të blija suvenire ose gjëra për të sjellë familjes edhe shoqërisë këtu në Shqipëri. Mendoj se çfarë mund të përmend, mund të kem bler Ahai Mali ose këto që quhen si Lucky Charms, që merreshin nëpër tembuj dhe që sjellin lumturi, ne jemi pak supersticioze se kemë marrë për gjithësin. Për poqa. Okej. Maskat, produktet kozmetike që janë gjithashtu shumë virale dhe sensacionale. Po, kozmetika është le të themi na kërkuan, domethënë duhet ta sillnim patjetër për shoqërinë kozmetike. Okej, tani a mund na thuash pak se a ka plane të tjera për ta zgjeruar këtë program edhe për të përfshirë edhe më shumë të rinj? Ne çdo vit pra përcjellim ose ofrojmë mundësinë 13 të rinjve për ta patur këtë përvojë. Një lajm i mirë që morëm kur bëm takimin e fundit me Ministrinë e Punëve të Jashtme aty është që po edhe këtë vit do ketë cikël, sepse mendoj botërisht tashmë edhe me ndërprerjet e fondeve asnjëherë nuk është e sigurt. Por mendoj për shkak se ata i njohin më nga afër të rinjt tanë edhe dëgjuan madje dhe idetë për projekte le të themi promovimi apo ide se si mund të bashkëpunohet më tepër Japoni Ballkan Perëndimor, ata konfirmuan që në takimin e fundit që po do ketë një thirrje tjetër për 13 të rinj, fatlumë të tjerë që me shumë siguri ose në fund të këtij viti ose në fillim të vitit tjetër do të bëhen pjesë. Fatkeqësisht unë nuk do t'i shoqëroj dot më, se aq një herë ishte mundësi, por do t'i shoqëroj dikush tjetër. Mundet të marrin pjesë për herë të dytë, për shembull Sabi dhe Endi apo jo? Se kanë këtë mundësi. Nuk e kanë këtë mundësi, por ajo që unë shoh që prej 6 vitesh tashmë që punoj në RAIK është që të rinj pjesëmarrës të Mirai kanë një alumni, pak kanë këtu grupin e tyre, gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës, pak nga Shqipëria, janë aq aktive dhe nëse ndodh që ne i mbledhim për një event tonin ose ambasada japoneze i mbledh, ata vinë me një herë edhe duke sikur koha kanë ndaluar aty dhe flasin për përvojën, edhe nëse dikush ka qenë para 5 vitesh dhe nëse dikush ka qenë këtë vit, i gjejnë ato të përbashkëtat e çfarë i kanë lënë mbresa më së tepërmi, sepse mendoj, siç e thon ata në fjalët e tyre, janë ndryshon disi mendsinë dhe perceptimin edhe ndaj njëri tjetrit me miqësi që krijojnë,
po edhe ndaj Japonisë edhe ndaj Ballkanit dhe shumica prej tyre madje duan që të kthehen sërish pra të qëndrojnë atje të eksplorojnë për një kohë më të gjatë, mbase me miqt, me partnerët e tyre, por realisht ta shohin Japoninë edhe në shumë dimensione të tjera, përveç se kaq shkurt le të themi dhe për programin e paqes që po, dhe jam e sigurt që ata që janë duke na ndjekur tani thon sa me fat e ndi me Sabin që kanë rënë në gjurmët e Rajko e një programi të tillë. Për ata që ende nuk e din apo dëshirojnë të bëhen pjesë, si mund t'ju gjurmojnë, t'ju gjejnë, të aplikojnë dhe çfarë le të themi duhet të ketë parasysh një student, le të themi për të bërë pjesë. E di që tingëllon si klishe, por realisht të paturit kontakt me rrjetet sociale dhe të përdorim ato për të marrë informacion është ndonjë forma më e mirë. Po, formë shumë e mirë është edhe të pasurit kontakt me peer to peer, pra me bashkëmoshatarët e tyre. Dhe nëse dikush e dëgjon këtë përvojë, pse jo të klikoj tek websajti dhe Instagrami i Rajko, sepse ne çdo mundësi e publikojmë aty për të rinjt. Çfarë po vjen për shumë shpejt për muajin qershor është një forum rinor i Ballkanit perëndimor për të rinjt që ndodhi në Budva, në Malë të Zi. Okej, këtyre dyve mbase nuk u hyn më në sy Budva tashmë, sepse normal duan në një Kore ose në gjë më larg, por jo, janë hapësira shumë të mira që ti të rjetëzohesh qoftë edhe me stafin ton, qoftë me njëri tjetrin, dhe pastaj njëra derë mendoj hap tjetrën edhe ti duke ndjekur një organizat, Endi për shembull më tregonte gjatë udhëtimit për në Japoni që udhëtimi zgjat një 13 orë dhe ti miqësohesh shumë tepër me të rinj, që kështu ka ndodhur me rastin e tij dhe me rastin e shumë të rinjve që me një kontakt i vogël me mua, me ta, zbulon për një organizat tjetër, për një event tjetër që Rajko ka, edhe gjëja që mua më pëlqen më shumë në punën time të përditshme është që unë vërtet i dua shumë të rinjt, e vlerësoj shumë edhe përkushtimin e tyre, po edhe fuqizimin e tyre, dhe nëse vërtet njëri ka një talent të caktuar, ka një potencial, unë pak të mundojmë që ta përfshi, ta sugjeroj, rekomandoj tek një event tjetër, një gjë tjetër që atyre i përshtatet edhe realisht janë në habitatin dhe në elementin e tyre për të kontribuar, por edhe për të marrë mbrapsht nga programet të tilla që mendoj kanë vlerë shumë të madhe. Po, patjetër. Sabi, të ndryshoi Japonia mënyrën se si e sheh jetën? Besoj që po. Vërtet kur del jashtë Europës është një eksperiencë ose një botë krejt tjetër dhe të kuptosh që ka botë ndryshe krejt nga Europa dhe mënyra se si funksionojmë në Shqipëri, është vërtet të bën të kuptosh që ne jemi të vegjël, po dhe bota fillon e bëhet me globalizimin bëhet me vogël. Realisht të bën të kuptosh çfarë ka rëndësi për ty, çfarë do që të bësh në vazhdim, filozofia e tyre jetës, mënyra se si jetojnë, mënyra se si kujdesen për veten, për trupin e tyre, për shëndetin, për njerëzit, për natyrën, ata shohin Zotin kudo dhe te kokrat e orizit që hanim çdo mëngjes. Vërtet të bën të mendosh më tepër se çfarë mund të bësh më tepër për vendin tënd, për jetën tënde këtu në Shqipëri. Okej, ishte shumë e bukur kjo. Endi, çfarë do të doje të sillje diçka nga Japonia, të sillje këtu në Shqipëri? Biznes. Për te qakas, pjesës konsumerizmit, produkteve të ndryshme, larmishëria e çdo lloj gjëje që mund të mendoje. Unë do doja të sillja më shumë te mentalitetin. Mendoj që mund të përfitojmë vërtet shumë, duke filluar që nga mentaliteti në turizëm, për kujdesjes, aspektet të proceseve, pasi janë gjëra që ata kanë bërë për mijëra vite dhe që vazhdimisht përpiqen që ta perfeksionojnë. Pra nuk përfundon aty në vend, po çdo gjë është një rrugëllëtim i gjatë, i cili nuk ka fund, le të themi, që ti vetë je duke bërë, pasardhësit tu janë duke bërë dhe pasardhësit tu janë duke bërë. Pra ajo strategjia të mendorit në plan afatgjat, mendoj që Shqipëria ka për të përfituar vërtet shumë, nëse do ta adaptonte. Sabi, çfarë mësove për veten nga ky udhëtim në Japoni? Që jam shumë emocionale dhe ato në fakt e dija, po më shumë mësova në fakt që mendoj se eksperienca e vizitës në Hiroshima, në parkun memorial për viktimat e Hiroshimas, është një eksperiencë që mendoj që çdo shqiptar ose çdo person i ri apo i vjetër i rajonit mendoj se duhet ta ketë si eksperiencë,
për të përjetuar realisht ato emocione, pasi ti je përballë realitetit dhe historive të vërteta, njerëzve të vërtetë që ju ka ndodhur ajo fatkeqësi, dhe mendoj se për rajonin tonë është shumë e rëndësishme që ne ta mësojmë këtë virtyt që ata kanë atë falë. Endi, a krijove miqësi që do të zgjasin edhe pas programit? Plot. që nga bashkëmoshatarët tek zonës të Ballkanit Perëndimor deri tek vet organizatorët japonezë. Ashtu, është vajza. Zonja, okay. Vajzat japoneze si ishin? Na jep një impresion. Jo, unë refuzoj të komentoj për kështu, se na pret shoqja në Shqipëri, nuk kam bërë asnjë gjë. Unë i them shoqes që atrisi thotë që janë hyje një herë e para, e dyta, çfarë do thojan po, e kam takuar Endin para disa kohësh së bashku me fluturën dhe tha ishin shumë të mira vajzat japoneze. Jo, ju lutem mos ta pusni në telashe, duke na vënë mbafe në gojë. Okej. Ishte shumë të sjellshme me thënë të drejtën. Studentët që takuam neve në Universitetin e Sofjas, edhe pse qëndruam shumë pak, mbase 5 deri në 6 orë, i shikoje teksa miqësoheshin, ndani rrjetet sociale me njëri tjetrin. Unë e para një, pra bënim fotografi, ndam disa ëmbëlsira karakteristike nga secili rajon me ta, por ishin shumë lively, pra shumë me jetë, domethënë në mënyrë se si vepronin dhe shumë të qetë edhe shumë të sjellshëm. Vajzat e djemt. Okej. Tani Sabi, a vure re një stereotip le të themi për Japoni që rezultoi i gabuar? Ka një stereotip për japonezat që është ajo që punojnë shumë, kanë workaholic, ekziston dhe të paktën nga bisedat që kemi pasur dhe me personat që drejtonin departamentet të caktuara në ministrinë e tyre të jashtme. Edhe kjo ishte kuriozitet për mua dhe për gjithë, besoj, dhe po diskutonim, edhe ata po na thonin që nuk është ashtu, të paktën ka qenë ndoshta deri në vitet 80-90, ishte një lloj realiteti që njerëzit punonin me orë të gjata, punonin shumë, po tashmë njerëzit punojnë le të themi normalisht me orë normale si në Europë. Vazhdon edhe trumbetohet shumë kjo gjë për japonezët, sigur punojnë me orë pa fund edhe mendoj se më shumë ka të bëjë me korrektesën, janë njerëz shumë korrekt me detyrat që kanë, me oraret, me të gjitha. Po sepse nisin nuk mësojnë matematikën dhe shkronjat, së pari mësojnë mënyrën se si të sillen me të tjerët edhe e kanë kulturën shumë të rëndësishme japonezët. Nëse do ta përshkruaje këtë program me një fjalë, Endi, cila do të ishte ajo? Ndryshues. Për ty Sabi? Breslënës. Për ty Flutura? Inspirues do thoja edhe unë, dhe siç vërtet mund ta theksoj këtë, jo vetëm për veten time, po edhe për ta. Pra ishte vërtet shumë bukur të shikoje se si secili prej tyre e përqafonte këtë përvojë në forma nga më të ndryshmet, edhe prandaj mendoj që kur jam kthyer pra sërish në Raiko, kam qenë shumë e inspiruar për këtë mundësi që ne ju ofrojmë të rinjve dhe rëndësinë sepse duhen vazhduar të jepen mundësi të rinjve të tjerë. A është ky program një mundësi që mund t'ju ndryshojë të ardhmen këtyre të rinjve? Disi edhe po, unë kam të rinj nga Shqipëria, po dhe nga rajoni të cilët sot e kësaj dite, për shembull, disa prej tyre punojnë në ambasadat japoneze, kanë qenë të rinj që kanë marrë pjesë edhe gjenden aty. Disa prej tyre, njëri në Shqipëri ka shkruar libra mbi përvojën, ai ka shkuar 2-3 herë në fakt, sepse vërtet ka qenë aq i mrekulluar sa ka dashur ta eksplorojë më tepër. Ka të rinj të tjerë të cilët bëhen akoma më aktiv në shoqërinë civile me temat e ndërtimit të paqes e të tjerë, sepse mësojnë disa qasje që Japonia ka dhe ata duan t'i risjellin në punën e tyre në përditshmëri me target grupe të ndryshme. Ka disa që janë mbase pak të orientuar drejt ekonomisë, drejt teknologjisë, robotikës e të tjerë, dhe mbase zbulojnë. Një prej vajzave po më thoshte që unë dua të studioj në Japoni. Tani e shoh më nga afër se si mund të ndihem qoftë në një universitet, qoftë edhe në Tokyo, që kështu ajo që ne themi gjithmonë është mbase në këtë moment thjesht kanë impresione siç po i ndajnë ata, por në afat të gjatë dikush pas 20 vitesh do thotë që shiko se ka qenë ky momenti që mua më ka ndryshuar jetën dhe unë nisa nga kjo përvojë. Pra, realisht kjo eksperiencë mund të ndryshojë të ardhmen e një studenti, një të riu që bëhet pjesë.
edhe diçka për ata që janë duke na ndjekur tani. Ju si organizat, çfarë kërkoni tek një aplikant që të jetë ideal? Një që të mos ta bëj aplikimin me chat. Okej. Jo, është pak e vështirë sepse nga Shqipëria për shumë përziten vetëm 2, edhe ne kujdesemi shumë që të ketë pak edhe balancë gjinore. Në të njëjtën kohë, unë për shembull jam shumë e motivuar që të përfshijmë edhe të rinj që kanë patur mundësi, por mbas edhe dikoj që nuk ka patur aq shumë mundësi ose nuk është aq aktiv sa tjetri. Në këtë rast ka qelluar që këta janë të dy super aktiv, por edhe kolegët e mi kujdesen shumë që të përfshin edhe të rinj që mbase ka një motivacion shumë të madh, dikush ka super njohuri, edhe është i apasionuar pas Japonisë dhe i di me detaje gjithë rrugëtimin le të themi dhe përvojat e tyre dhe aty e përjeton në praktik. Dikush tjetër pra mund të jetë një njerëz që ka nisur të ketë përvoja pak në Ballkanin Perëndimor, ndonjëherë mjafton të jesh mendje hapur. Pra realisht të duash të provosh të thotë të koekzistosh, të bashkëtosh me 12 të rinj të tjerë nga Ballkani. A të bindeshin kollaj? Të bindeshin? Me thënë të drejtën kam bërë punë shumë të mirë përgatitore që të më bindeshin. Gjitha rregullat le të themi dhe qasjen që organizatorët më kanë përçuar mua, kam dashur shumë që siç kanë pasur një përvojë në Gjermani me gjermanët dhe ta respektoj qasjen e tyre, të njëjtën gjë të bëj edhe me kolegët e mi, pra organizatorët në Japoni. Dhe mund t'i kem uroj që mos t'i kem trembur, po e di që i kam përçuar vërtet rregullat sipas stilit të themi të tyre, në mënyrë që kur tishim aty, realisht forma më e lartë e tyre është respekti, që të paktën të respektonim nëpërmjet korrektesës, nëpërmjet ndarjes le të themi të gjërave të vogla që ne mund të sillnim dhe paktën për ato 10 ditë të ishim si japonez në qasje, në mendime, në të përjetuar, në vizita etj. Çfarë keni përveçuar diçka nga kjo eksperiencë në Japoni që nuk mund ta hiqni tani, e keni pjesë tuaja në përditshmëri? Mendoj të qeni të falenderues edhe të thoni gjithmonë arigato gozaimasu, që ne thonim gjithmonë që është thank you ose faleminderit, edhe një përkulje e lehtë. Mendoj pjesa e korrektesës edhe të qeni të falenderues në përgjithësi për jetën edhe për mundësitë që kemi. Po, sa mirë do të ishte që shumë të rinj të nisnin të përvetësonin gjëra të tilla. Sabi, ti je në vitin e fundit të mjekësisë, do vazhdosh këtu specializimin jashtë apo në Japoni? Apo Tokyo të ka bërë për veten? Mund ta konsideroj patjetër. Po, ngelet për tu gjithmonë një opsion, ende jam duke konsideruar çdo mundësi që mendoj se më përshtatet më shumë me ato që dua të arrijë në të ardhmen. Okej, Endi, je në çfarë viti? Jam viti 2. Mirë, ke kohë. Do vi çerën tjetër në studio do të pyesim. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Do doja shumë diçka për ata që janë duke na ndjekur, një mesazh për të rinj që janë duke na ndjekur, nga vetë ju që e keni përjetuar këtë eksperiencë, çfarë do t'ju thoshit? Nëse do nisja që nga procesi i aplikimit, do thoja që vetëm të jenë, nuk ka rëndësi vërtet sa eksperienca mund të kesh pasur, mund të kesh pasur, e tha dhe flutura, mund të kesh shumë ose pak, e rëndësishme është që të kesh një motivacion dhe të jesh mbi të gjitha i sinqert edhe të ndash të njëjtat vlera me të paktën aligned edhe në të njëjtën linjë me Raikon. Kështu që atë do thoja që të rinjt janë gjithmonë mendja hapur edhe të jenë të gatshëm për të ndryshuar. Okej. Endi, ke diçka për t'ju thënë? Në aspektin e aplikimit, mund të ngëlloj klishe, po qëndroni vetvetja, përpiqeni të tregoni sa më shumë lidhje që keni patur me përti faktit të Japonisë, po dhe me Ballkanin Perëndimor, pasi thelbi i gjithë programit është se si mundemi që ne gjithë së bashku të bashkohemi të rinj të kësaj zone, duke qenë se krahasuar me zonat e tjera në Europë apo dhe në Bashkimin Evropian, duke konsideruar që jemi çikës më mbrapa në aspektin e mundësive që na ofrohen. Pra, sa më shumë të bashkohemi së bashku dhe se si mund të mësojmë sa më shumë nga Japonia, kjo do të jetë fokusi i aplikimit në mënyrë që të përzidheni. Dhe po ashtu përpiqeni që të jeni sa më shumë aktiv në komunitetet tuaja, qoftë nëpërmjet organizatave të ndryshme, vullnetare, rinore, civile, çfarë do lloj gjëje që ju ta gjeni veten tuaj, por dhe duke ndihmuar të tjerët për eksperiencat tuaja personale. Tani e ka bërë me voice aplikimin apo
me shkrim. Me shkrim, po Se besoj ju ka bërë për vetë edhe zëri Endi. Keni pranuar se nuk ka mundësi. Në intervistë ka qenë edhe mund ta themi këtë fun fact që Endi ishte më i vogël i grupit, është vetëm 20 vjeç, të gjithë të tjerët ishin shumë më të rritur, por shumë i matur dhe i pjekur jo vetëm për moshën, por edhe për përvojën që ai kishte. Dhe mendoj ndërmjet gjithë studentëve që ishin pak më të rritur, Endi na surprizoi më një herë gjatë intervistet. Edhe kjo mendoj që është, do të thënë ka të rinj që vërtet e shtyn veten të dalin nga zona e komfortit. Dhe nëse del nga zona e komfortit, edhe nëse je pa sigurt, edhe nëse je pak anksioz, edhe nëse je i ri që e ke me pak droje, nëse qëndron vetvetja ashtu siç je, dikush është më i shkathë, dikush është më emocional, dikush është më spiritual, diku aty këtu dikush do të përkasi, do të pikasi, që kështu, po edhe ti do përkasësh, le të themi në grupe të tilla, që kështu mendoj të dalit nga zona e komfortit i jep mundësinë shumë të rinjve që të jenë pjesë e përvojave që në fund janë ndryshuese për ta. Flutura, unë të falenderoj shumë personalisht që i bëre bashkë një Endin dhe Sabin. Na janë dashur disa javë që të gjejmë këtë orarin. Se janë të angazhuar, dhe sa mirë që janë të angazhuar. Sabi, Endi, ju uroj shumë suksese dhe faleminderit që ndatë eksperiencë me Radio Travel dhe Premium Channel. Shumë suksese të gjithëve. Ne do të ndajemi këtu së bashku me të ftuarit në studio, por do të vazhdojmë vetëm pas pak, do të rikthehemi në studio me Weekend Lovers.